Vendoseni këta përbërës në nggjuhë sonte dhe nesër do të ndiheni shkëlqyeshëm. Sheqeri dhe kripa janë një kombinim jo shumë i njohur, por përzierja e tyre nuk duhet të konsumohet në sasi të larta, por efekti i saj është mjaft i dobishëm për shëndetin. Juve ju duhet një lug çaj krip deti dhe 5 lug çaj sheqer. Raporti ndërmjet këtyre përbërësve duhet të jetë gjithmonë 1:5. Kombinimi i këtyre përbërësve duhet të mbahet në një kavanoz qelçi të pastër. Merrni një maj luge nga përzierja dhe mbajini në nggjuh para se të flini. Ato do të shkrihen shumë shpejt. Natriumi i kripës ndihmon në përmirësimin e frymëmarrjes dhe prodhimin e energjisë. Glukoza e sheqerit është një shtesë shumë e vlefshme për dhënie energjie dhe mbrojtjen e qelizave. Këta dy përbërës janë shumë të dobishëm për të luftuar stresin, i cili shkakton çekuilibër në metabolizëm dhe ju bën të paaftë për të çlodhur gjatë natës.